parti, kur e paraqet suksesin e vetë përmes një komune dhe kandidate, ajo dënë me vazhdu qatë qeverisit të mirë, si pas fjalëve të veta. Pra nuk mund është me thonë 4 vjetë kemi qeveris mrekullueshëm, ama që tash pëqesim dikon tjetër. Edhe tash dojna me lonë deri në pension, kur të ludhët, një njeri me qeveris ta njetën, apo? Okej, pse pra nuk vlenë njeta për të kandidatit tjerë? Për cilë? Ferizajnë, për shambull. Po, a ka qeveris mirë? është i vetëmi që mund me fitu. A nuk ka qenë i vetëmi që mund me fitu? Në Drenas? Ramizja? Nëse ishe emru pe juve? Po i vetëmi që në ka shtim balotash 2 herë është taj. Në kemi fitu gjithmonë pa balotash. është i vetëmi që në ka shtim balotash. Pra kështë fitu me llogën e PDK-s? Po, që më pyte a më shtu 2 herë në balotash, para 4 vjetë, në është doshtë i madhe i vogël, Partia Demokratike e Kosovës, me kalu gjysën e kuhës në rundin e dytë në Drenas. Specifikisht Abelar Tahiri, që kanë qenë të pandoshë me Ramiz Ladrovci në atë ditë, për me mujtë me bo kryetar. Arsyetimi i vetëm dhe final është që... Se unë dëgjova, por do shta më pyte... Ja, në hive, për brejvëll. Arsyetimi veç për du me ditë qëto. Arsyetimi vetëm është që na pafundësisht dhe në penzion nuk e mbështesim dikon, edhe nëse ka qeverisë. Jo që e po tregoj qka është. Partia nuk ka tapi. As se ka mund tapin, as nuk e ka as një antar e as një kryetar. Partia ka procedurë dhe regull. Dhe, do me thonë, sot do njëm kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, nesër nuk do t'jem. Sepse vjen dikush tjetër. Edhe në garat për kuvend, 4 kryetari kom në rrugë që janë konë të zgjedhën, apo kuptëm, për i 8-ve. Asë është Bedri Hamza, të garu më, që kish fitu, 100% pa balotash. Asë është Besim Ilazi, që prap jam i bindë në kish fitu. Asë është Fadil Nura, që prap kish fitu. E asë është Ramiz Ladrovci. Hiq janë